Tani mirëmëngjesin e dytë, ju a them nga kuzhina. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes të dashur, faleminderit gjithashtu edhe për ju. Faleminderit. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Ambisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu te Kantejoni Gatimit që të fillojmë për treguar receta që do përsellim për juve sot. Siç shikoni, në qendër vëmendjes neve sot kemi fasule, kemi kuskus, do tregojmë një dy mënyra për përgatitjes të sallatave, një të ngrohtë dhe një të ftohtë të fasuleve, sepse tham që është pranverë dhe do të fillojmë që të bëjmë gatime të cilat kalojmë nga dimri dhe tek pranvera që të na vinë më të lehta në mënyrë graduale për të ardhur pastaj në stinën e verës. Por përveç se dy sallatave, ato fasulet që dhe juve mund të bëni të njëjtën gjë, mund të zjeni fasulet, të përdorni për përgatitur sallata që të shoqëroni me ndonjë peshk ose mund të konsumoni kështu siç janë, sepse atë proteinën që kanë fasulet është sikur po konsumojmë mish, kështu që s'kemi nevojë dhe me një përpunim të produkteve të tjera ushqimore bëjnë shumë të mira dhe shumë të shijshme dhe të shëndetshme. Dhe në fund fare fasulet pastaj do t'i bëjmë një supë që do t'tregoj mënyrën se sa e thjesht bëhet ajo supa kur i kemi zjerë që i kemi për sallatra, por filloj fillimisht për të përgatitur një kuskus me perime. Dhe kjo është një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë e shijshme dhe shëndetshme dhe kjo sepse përveç se kuskusit që është një produkt ushqimor shumë i shijshëm dhe i shëndetshëm, duke bërë një kombinim të mirë me këto perime, na i sjell akoma edhe më të shëndetshme pjatën tonë. Atëherë fillojmë një herë për të treguar mënyrën se si përgatitet, që do të thotë në një tenxhere ose një tigan, do të hedhim vaj ulliri fillimisht, ose një vaj të zakonshëm, çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi, por sigurisht që dhe cilësia dhe produktet që neve përzgjedhim na japin atë cilësinë e pjatës së shëndetshme. Fillojmë fillimisht, ashtu siç bëhet gjithmonë. Këtu kam dhe një dy thelpi hudhra, të cilat dhe këto të grira në rende ose të grira imët, ose mund të përdorni edhe këtë, nëse nuk keni për momentin të freskët në shtëpi, mund të përdorni edhe këtë hudhrën e konservuar, sepse është pothuajse e një llojit. Hedhim qepën fillimisht. Vazhdojmë dhe hedhim. Këtu kam, siç e shikoni, edhe qepa, edhe këto perime duhen prerë në kubik të vegjël, sepse edhe vetë produkti i kuskusit ka të kogëzën e vogël dhe bëhet shumë shpejt, prandaj që dhe perime duhet të kemi kujdes të kemi të prera kështu në kubik të vegjël që të na gatuhen shpejt. Kjo është e rëndësishme. Tani si gjithmonë këtu hedhim kripë dhe piper. Unë do t'i hedh të dy thelpit e hudrës kështu siç janë të plota, nuk ka rëndësi domethënë aq sa të zjen, sepse do përdor dhe pak prur hudre. Ndërkohë do të hedh krip. Ndërkohë Kati tha pak më herët që jo, kur po filloje gatimin dhe niste me vaj në ullirit, përmendte produktet cilësore që janë shumë. Të hedhë një lugë gjallë panila dhe pastaj mund t'i thosh edhe Po, jo, s'ka gjë. Edhe gjalpin tek në ranxë e gjeni. Kështu që jemi në rregull, e nisëm me të mirë edhe kaq të freskët. Pra të gjitha produktet që ne po gatuajmë sot, ju mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në ranxë. Unë e di që ja u ka zënë syri një tabelin e ranxhi pranë shtëpisë tuaj, kështu që nuk është e nevojshme të pyesni se ku i gjejmë, janë kudo. Në Shqipëri e në Kosovë, dyqanet organike në ranxhi për konsumatorin vazhdojnë të ofrojnë produkte të veçanta ndër të tjera, brende të rralla që ekskluzivisht vijnë vetëm nga në ranxhi në Shqipëri dhe pa diskutim në fokus mbetet shëndeti, buxheti, sepse e dim që nuk duhet i përshtatemi të gjitha xhepave, jo të gjithë kanë mundësi të shpenzojnë, kanë një buxhet javor apo mujor apo ditor. Por unë duhet të them pak edhe sakt. Duhet të mbështetem te kjo ide, pak edhe sakt. Ndoshta mund të kenë buxhetin, domethënë pak më të si thuash, të cilbisur feminisht. Të kufizuar më të... Por në momentin që mund të zgjedhim atë që them gjithmonë, më mirë 1 kilogram, më gjysmë kilogram mish, se sa 1 kilogram mish që nuk është cilësor. Vëjeni këtë në atë, si thuash, mënyrën tuaj të psonisurit dhe të ushqyerit, se ju garantoj që do të keni rezultatin më të mirë. Vazhdo, mund të vazhdosh Anila, ndjes për... Jo, ne po bëjmë muhabet këtu, nuk flasim me radhë, flasim të dyja. Kur ti të duash, do më thuash të lexojmë recetat, unë do të përdor, do me thënë, për momentin 1 filxhan, do me thënë kuskus, juve aty kam shkruar 2 filxhan, kur kemi 2 filxhan, do të hedhim 4 filxhan ujë ose lëng perimish ose një lëng mishi, çfarë mund të zgjidhni juve për ta shtuar brenda.
E dim që kuskusi zihet shumë shpejt, kështu që bëhet përpunimi më përpara i këtyre produkteve, prandaj edhe prerja atyre është në mënyrë domethënë të vogla. Tani këtu do të hedh unë jo një plot lug nga ky mix erzash, të cilat, domethënë tham gjithmonë që kemi enkas për të përgatitur gatime të ndryshme. Gjithashtu këtu do të kem edhe një filxhan kuskus. Do ta masim me filxhan dhe do ta hedhim, sepse thash një filxhan kuskus dhe kemi 2 filxhan ujë ose lëng perimesh. 1-2 raporti. 1-2 raporti, po. Shikojmë që perimet tona janë zbutur. Këtë lëngun e kemi gati, do me thënë. Pasi bëjmë një kavërdisje që të forcohet pak kokriza e kuskusit, që mos të na qulloset. Është shumë e rëndësishme kjo kavërdisja. Është edhe mënyra tjetër e përgatitjes së kuskusit që mund të ngrojmë domethënë në një lëng dhe ta vendosim, ta hedhim te kuskusi, po, dhe ta mbulojmë me një pecet guzhine. Pa e lënë në sobë, gatuhet, përgatitet vetë, pra thjesht ujë i nxehtë në pak minuta bëjnë që e kemi gati dhe atë e përdorim në mënyra të ndryshme, prapë përsëri me perime të freskëta, që ta kalojmë në një trajt sallate. Mund ta konsumojmë akoma edhe me kos, bëhet një ushqim shumë i mirë dhe shumë i shijshëm dhe i shëndetshëm. Në sallatra të ndryshme, të ftohta, kuskusi shkon përsëri shumë. I edhe një sy recetave pranë në këto momente, çfarë Katerina është duke përgatitur, na e sjell të shkruar. Duke shtuar edhe ujë, se nuk duhet më tepër. Dhe ndërkohë duhet e hequr nga vatra pastaj apo do ta lësh? Do fikim vatrën. Do e fikim. Do ta lëmë në temperaturën e vetë të sobës, por të fikur. Shohim pak në ekran recetat, sepse koha këtu na fluturon dhe ndonjëherë na mbeten pa u parë në pjesën e parë. Kështu që kuskus me salcë speci është receta e parë, e cila do 2 filxhan kuskus, 2 speca jeshil të kuq, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 1 karrot, 1 lug salcë ose 2 lug pure salcë domatesh, 1 lug gjalp, 4 lug vaj, krip piper dhe piper speci dhe 4 filxhan ujë. Kjo është receta e parë. Receta tjetër që do të sjellim sot është sallat me fasule të bardha me finok. Na duhen 300 gram fasule të bardha të ziera, 1 finok, 3 thelpinj hudhra, 1 gotë verë të bardhë, 1 limon, 1 specë djegës, kopër vaj, krip edhe piper. Sallat e ftohtë me fasule, 300 gram fasule të bardha ose pllajçi, 3 qep të njoma, 1 specë gogozhare, 1 lug kaperi, 2 lug uthull, 2 lug lëng limoni, majdanoz, rukola, vaj ulliri, krip edhe piper. Këto janë të treja recetat e plota, ne jemi gati drejt përfundimit të recetës së parë, do të kemi edhe 2 të tjerat, si në pjesën e parë ashtu edhe në pjesën e dytë, kemi ende kohë në fakt dhe minutazh që besoj Kati do të filloj me tjetrën apo jo? Që ndërkohë do të shtoj edhe karotën, që unë e kam të prerë shumë mirëmët dhe dua që ta kem kështu të freskët. Okej. Nuk e hodha brenda, domethënë që të. Dhe tani do ta heq. Po, në fund fare do ta servirim me majdanoz të freskët. Okej. Do ta mbylojmë me një pecet, edhe do ta lëm këtu. Do ta lëm kështu të qëndroj, domethënë sa ajo të na bëhet gati. Dhe receta e dytë që do nisim ne, cila është? Recetën e dytë mendoj që të bëjmë një sallatë. Të bëjmë sallatën e parë me finokjo, që është një sallatë e nxehtë. Këtu kam fasulet. I heqim për momentin që apo nuk është se po mbengon. Janë të vogla të dyja, edhe dy kështu që nuk po më pengon, thjesht do të ndez vatrën e sobës. Mos të ketë ujë. Dhe do të na duhet, kjo do bëhet me finokjo, është receta e parë, kjo është e ngrohtë, ndërsa receta tjetër është recetë e ftohtë. Okej. Kjo është e ngrohtë. Sa të organizohemi pra pak. të po them se i kemi vënë së mbrapti. Gjë janë do t'i zhvendosim sa në një krah në tjetër. Pra kemi finokjo, e din zonja tani, ma në treg ka shumë kohë që na ka hyrë finokjo, kështu që nuk është diçka që nuk njifet.
E presim kështu në fezë. Të pjesën e parë nëse është e fortë e heqim dhe e përdorim në supë, pra nuk e hedhim poshtë. Po, i jem goxha aromë dhe shije në fakt. Pra në pjesë të mëdha, jo në pjesë të mëdha. Tani tek të përdorim të vaj. Më mirë këtë ta kem për sallatën, apo faleminderit Anila. Vaj ulliri. Do të hedhim sa të marrë pak temperaturë, do të hedhim këto finokjo të cilat i kemi prerë kështu në fedza. Të kavërdiset. Tani unë kaq do përdor, sepse nuk është, e kemi tiganin tonë të vogël. Do të hedhim krip edhe piper t'i afroj, po faleminderit tani. Krip, piper që të mos zbuten. Edhe piper. I lëm që të na, si thua, kavërdisen nga njëra anë dhe pastaj më mbrapa do të shuajmë me verë të bardhë, faktikisht do verë të bardhë, më mbrapa me cipën dhe lëngun e limonit, do të hedhim një specë djegës, që ta hedhim që tani faktikisht, mund të përdorni specë djegës të freskët, mund të përdorni edhe fara speci, për t'i dhënë një aromë edhe shije. Ne me që se kemi këtë specin djegës, po e hedhë që në fillim fare për të lëshuar sa do pak atë aromën, shijen edhe pak djegësin që përbën duhet të specin. jetë pak pikante kjo recet. Okej. Deri tani duket shumë e thjeshtë dhe me pak përbërës, nuk është se na do në një gjë të madhe, një finok që mund ta përdorni edhe për këtë recetën, mund të ajo që mbetet mund t'ia shtoni dhe sallatës, sepse konsumohet edhe i pagatuar. Po patjetër. Në përsupra gjithashtu, kështu që nuk shkon dëm. Jo, nuk shkon dëm, prandaj them që heqim atë pjesën, domethënë që është më e butë nga përbrenda dhe këtë e përdorim për të shtuar akoma dhe në fasule shkon, nuk është se nuk shkon. Akoma në risotto të ndryshme që mund të përdorni, në supra të ndryshme që mund të përdorni. Kështu që është diçka që e kemi, mund ta bëjmë dhe në sopza të vogla dhe ta kemi nëse nuk e kemi atë kohën atë ditë ashtu dhe nuk na ruaj, sepse sigurisht që mban në frigorifer për 3-4 ditë nëse. Po jo shumë gjatë. Edhe jo shumë gjatë, nëse doni për shumë gjatë, pastaj mund ta vendosin në ngrirje. Por kaq shumë gjëra ka që s'kemi pse t'i vendosin në ngrirje, i marrin edhe e shfrytëzojmë. Po. Dhe kanë sjellë në forma të ndryshme. Kështu që na nxjerr një shije të mirë, jo në momentin që ka vërdiset. Thjesht ne duam që të zbutet edhe të gatuhet pak, mos jetë shumë e fortë. Tani verën që do të hedhim, ajo do të jetë që do të bëj atë procedurën që do të japi edhe shije, sepse ato lëngje që do dalin nga ato aromat që nxjerr, bashkë me verën do të japin atë shijen e mirë që do të bëjnë, domethënë shijen e sallatës. E lëm tani, e hedhim. Nuk e hedhja të gjithë sepse tu tani do të lëm që të avulloj alkooli. Pasi të avulloj alkooli, do të shtojmë brenda edhe fasulet. Më mbrapa do të shtojmë cipën dhe lëngun e limonit, edhe kopër në fund fare për ta serviru. Po i lëm fillimisht kështu që të na zihet pak me atë, si thua, verën edhe me vajin që kemi hedhur fillimisht, mundet të vendosni edhe një kapak që të zbutet akoma edhe më shumë, nuk ka problem, do me thënë që të vendoset kapaku këtu, se s'kemi gjë jeshillëk që të na prishi atë ngjyrën, por nëse doni juve që ta nxitoni që të bëhet më shpejt, mund të vendosni kapak që ajo të zbutet sa më shpejt finokjo, prandaj bëhet edhe kjo gjë, jo se ka ndonjë ashtu tjetër. Tani të shikojmë një herë se si është momentin që jemi në 2 minutëshin e fundit të pjesës së parë, kështu që na thuaj ti çfarë do të bëjmë në 2 minuta. Kjo duhet lënë pak për ta avulluar. Që të qëndroj pak, thjesht mund të them anvisave, domethënë dhe për sallatën e dytë, ose mund të tregojmë këtë për pjesën e fasuleve, që thash në fillim fare që nëse i vendosin fasulet, heqim një pjesë për të përdorur sallatë, një pjesë tjetër pastaj e lëm në tenxhere, duke shtuar më mbrapa një karotë, një qepë, një domate, edhe mund të shtoni edhe selino. Të gjitha këto i kaloni në blender, në makinë ngrirëse, si do ta bëjmë edhe neve këtu në studio, dhe do t'ja hidhni fasuleve që më përpara janë të zjera dhe do t'i lëni ashtu akoma edhe një 15-20 minutë, duke shtuar dhe vaj ulliri, dhe do t'a keni gati një supë me fasule, por ndryshe kësaj radhe duke shtuar të gjithashtu se unë ju thash, të grira në blender.
Shumë mirë. Bëhet shumë e mirë. Tani nuk e di nëse kemi dhe kohë tjetër që të themi përbërësit e sallatës së dytë që do të bëhet me fasule. Po, i themi edhe përbërësit dhe pastaj punën do ta nisim për këtë recet kur të kthehemi. Atëherë për sallatë të dytë, siç e shikoni, këtu kemi fasule të ziera dhe do të përdorim qep të njom, pra kjo është sallatë e ftohtë faktikisht sepse bëhet me qep të njom, me kështu spec gogozhar, me kapari, majdanoz, kopër, mund të përdorni sallatra të ndryshme, do me thënë në momentin e fundit, ose me rukula, cipën dhe lëngun e një limoni, edhe uthull, sigurisht edhe vaj ulliri. Pra këto janë dhe përbërësit, krip edhe viper pa tjetër, këto janë përbërësit që duhen për të përgatitur sallatën e ftohtë, sallatën e dytë. Okej, shumë mirë. Të cilën ne do ta përgatisim kur të kthehemi në studio. Do t'i lëmë kohë edhe gatimit që është mbi sot të përfundoj, edhe do të informohemi pak me ngjarjet më të rëndësishme të cilat vijnë të përmbledhura në fleshin informativ të orës 9:30. Katerina dhe unë jemi këtu, ju presim, ju qëndroni me News 24. Jemi në gatim për sëri, kemi ende receta për të përfunduar, kështu që, Kati, do bëjmë një kështu përmbledhje që kemi bërë? Jemi gati, po. Fillimisht kemi filluar që përgatitëm kuskusin. Kuskusi është, si thuash, një gatim shumë i thjeshtë, shumë i shpejt, i shishëm dhe i shëndetshëm. Neve sot e kemi sjell të gatuar dhe me perime, që do të thotë bëm një kavërdisje, do me thënë, perimeve, më mbrapashtuam kuskusin, kemi përgatitur një lëng perimesh dhe e hodhëm. Do me thënë, për perimet ne kemi vendosur, do me thënë, atje se çfarë kemi pasur, që me specë, me karotë, qep, hudhër, ndonjë luk salcë nëse doni, këto u varet sipas dëshirës, ose ndonjë domate të freskët. Ishte shumë e thjeshtë mënyra e përgatiturit, e lam, do me thënë, pasi kemi hedhur ujin, kemi fikur sobën dhe kemi mbuluar me një pecet guzhine. Karotën unë, nga që kam presh shumë mimët, e kam hedhur në momentin e fundit. Duaj që ta shijoj ashtu të freskët për të marrë ato vlerat ushqimore të karotës. Në fund fare, siç e shikoni ne tani na është bërë gati, do ta shikoni që është shumë i shkrifët dhe nuk është i qullosur. Do ta servirim me majdanoz të freskët edhe me pak vaj ulliri. Pra kjo ishte, do me thënë, mënyra e përgatitjes. Ndërkohë kemi dy të tjera ende në proces. Po, në proces. Që do të thotë, neve thamë që sot do të përgatisim sallatë me fasule të bardha, që këto lloj sallate mund t'i bëni me fasule pllaqim, mund t'i bëni edhe me fasule të bardha, të cilat i gatuajmë për supë, ato fasule tona tradicionale. Nëse i vendosni, do me thënë, fasule tradicionale që i zieni, heqim një pjesë në momentin që janë zier dhe i përdorim për salat, dhe pjesën tjetër me lëngjet që kam mbetur, neve i kthejmë në një trajt supe. Pra kemi dy gjëra në një moment, që do të thotë supën e konsumojmë për sot, salatën mund ta marrim me vete në punë, por jo vetëm, mund ta konsumojmë një ditë tjetër, të cilën e shoqërojmë me një peshk, a mendojmë diçka tjetër, çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi, por edhe kështu siç është sallata, mënyrën se si do t'ua tregoj, është shumë e mirë, shumë e shijshme, është një drek për të kaluar, është një drek e shëndetshme, një vakt. Po, patjetër, dhe që ju mban, ju ngop, siç themi ndryshe. Për pjesën e fasuleve thash që mund të shtoni një domate të grirë në rende. Këtu kemi karot edhe qep dhe selino, ose unë nga që kam përdoru finokjo, do të shtoj pak finokjo. Edhe këto tani i grim, duke shtuar dhe pak lëng nga zierja e fasuleve. Po ta ndihmuar pak edhe. Po, që të kemi mundësi ta afrotojmë më mirë. Tyre duke qenë se janë të pagatuara dhe janë pak të forta, kështu që pak lëng do ta ndihmoj. Ndërkohë në krahun tjetër kemi përgatitur gjithashtu një gjysmë recete gati, e cila do të përfundoj për të bashkuar edhe me salaturinat, me specin e kuq, me lëngun e limonit, ndjes në tiganin që po shihni në ekran, me pak vaj ulliri janë skuqur fetat e finokut, një speci kuq, pak djegës, pra është një recet që e do pak të jetë pikante si recet, dhe kemi lënë këtu për momentin, kështu që do ta tregojmë pastaj se si do të vazhdoj kjo recet, sapo të kemi përfunduar me të që Kati po na tregon. Masën e përgatitur e hedhim, e përzijim dhe i lëm që të zijë.
Të do të një këtu për momentin, duke shtuar vaj ulliri. Hedhim krip piper kamandik. I kemi këtej, po. Për t'i stabilizuar me krip edhe me piper. Të largoj këtë? Po, falenderit Anil. Të lutëm. Dhe e lëm në qetësi të sobës, kështu si që janë të na zihen. E një varet se sa 20 minuta, 25, do të shikoni se kur do t'jenë gati. Por, faktikisht, fasulet kanë qenë të zjera, thjesht ne do të bëhet ajo lidhja me salsën që neve pregatitëm dhe do t'i kemi gati pastaj për t'i servirur. Sigurisht, si pas dëshirës, mund t'i servirni me limon, me energjik, i shkon shumë në energjiku, kështu që përzini vetë juve ato që donit. Përveç se limonit mund të shtojnë dhe në energjik anvisat, për t'i dhënë një aromë dhe një shije fasuleve tuaja. Tani neve në fillim, do me thënë momenti që u shkëputëm, pam këtu që kemi përgatitur një tham fasule, të cila kjo është një salatë e ngrohtë që bëhet me finokjo. Finokjo ne kemi ka vërdisur në vaj, më mbrapa kemi shtuar edhe speci. Tani do të hedhe edhe hudrën, një 2 thelpinj hudra të cilat i kemi të grira imët, por më përpara se të kemi shtuar hudrën, ne kemi shtuar edhe një gotë verë të bardhë, të cilët si që shikoni, tani më ka avulluar alkoli, është si thua është zbutur edhe finokjo, ka marrë edhe të shijen edhe na ka dalë një salcë e lidhur që këtu brenda tani ne do të shtojmë edhe fasulet. Pra këto fasulet nëse, pra i kemi zjerë një ditë për para, mund t'i mbajmë të zjera në frigorifer dhe t'i kthejmë në disa receta, apo jo? Po. Tani këto, i regulojmë dhe këto tani me krip me piper. Kripën. Aroma e mire e tani në momentin që rodhën fasulet, në bie më tepër. Piperisi. Do t'i shtojmë sip limoni. Edhe lëngun e limonit. Përgatitet shumë thjesht. Por bëhet shumë e shishme. Edhe lëng limoni. Në fund fare, kopër. Po. E pasoj këtu. Kombinimi lezetshëm, nuk e dija që finoku shkonte në fasulet për shembull. Shkon dhe shkon mjaft të mirë. Bëhet si thuash një sallatë e shishme, ajo që mungon tani është kopra. Që do t'i shtojmë edhe pak kopër. Dhe pas pak do t'i kemi ganti të treja recetat t'i servirim në për enët e tyre përkatëse, që ju t'i shikoni deri në fund se si ky gatim do t'ngjaj në tryezën tuaj kur ta përgatisni. Nëse do të zgjidhni t'i sillni edhe në tryezat tuaja familjare këto gatime që ne ja sugjerojmë në fakt, sepse vërtet do të mbeteni shumë të kënaqur nga shijet e reja dhe nga mënyra të ndryshme të cellurit, edhe të produkteve që ne i njohim fare mirë, pra fasulen përgjithsisht e gatuajmë në atë mënyrën tonë tradicionale, por ka larmishmëri idesh në kuzhinë për ta sjellë në forma të tjera dhe për ta shijuar ndryshe. Po. E kemi ganti pjantën e fasuleve në sallatë të ngrohtë, pra me finok edhe me verë të bardhë, me vaj ulliri, me kopër, sipër. Si gjithmonë në fund, gjithmonë në sallatave u hedhim pak vaj të virgjër, do me thënë vaj të freskët. Tani unë mendoj që ka kohë sa kemi të shërbejmë edhe kuskusin, me qënë se ka pushuar, besoj se është gati dhe kemi respektuar kohën që duhet të qëndroj, ashtu e mbuluar. Dhe kjo shumë e thjeshtë, Anila, sepse është gati për të bërë. Po. Faleminderit, që se kjo do të duhet. Okej. Kemi qepën e njom, shikoni se sa shpejt bëhet edhe kjo. Me specë gogozhare. Po. Më duhet këtu tani. Apo nuk e nevoj për pirunin. Okej, shikoj vetë mos të nga të rojo më shumë. Ja një specë gogozhare, s'ka gjësi me kopër e kemi. Kopëra në hynë edhe tek salata tjetër, kështu që... Nuk në për shpon jo fare. Të janë speca në gogozhare, të pjekura më parë, janë shumë të shishme. Janë këto
si gjëndën të konservuara. Që përgjithsisht duan mbajtur në shtëpi, se na nxjerrin nga situata kur duan përgatisim diçka shpejt e shpejt. Në momentin e duhur. Siç janë edhe kastravecat këtu, që janë të përzgjedhur me shumë kujdes, janë të vegjël edhe shumë të këndshëm kur ja shtoni sallatrave tuaja. Okej, e kryem edhe këtë. Tani, hedhim edhe majdanoz, shumë e thjeshtë si recetë kjo. Këtu kemi kaparin. Do të hedh pak këtu që të... Disa kokriza. Që përsëri ka një shije karakteristike edhe ndryshojnë tërësisht një pjatë në momentin që ju e shtoni. Nuk ka nevojë t'i lajmë, se e dim që janë të kripura, por nuk duhet t'i lajmë, sepse do na hynë tani tek pjesa e fasuleve. Tjetër që shumë uthull. Uthull molle. Bëhet një kombinim tjetër pak se i shkon faktikisht edhe e bën dhe të shijshme sallatën. Cipën dhe lëngun e limonit. Nëse do këtë, se kemi gati për lëngë? Mirë, do marrë cipën këtu dhe lëngën do marrë të ati që mos të hapim dhe këtë tjetër. Që jep një aromë të freskët, shumë limoni. Faktikisht është një gjë shumë e mirë. Tani edhe lëngun. Dhe mund t'i shtojmë dhe sallaturina të ndryshme, apo jo, si që ne kemi në fund fare. Këtu, nga pak degëza, nga secila, çfarë të keni në shtëpi? Specë të kuq nëse duam, vaj ulliri pa tjetër. Një salat shumë e mirë, shumë e shijshme faktikisht. Edhe shumë e shëndetshme. Edhe e shëndetshme. Tani sallaturina do të hedh larg, do hedh përpara. Që ka marrin. Edhe e vendosësh në fund ato, kështu nga sipër? Po, nga sipër. Okej. Atëherë, e hedhim në një pjatë, ashtu siç do ta vendosim në tryezë. Do të ishte mirë që ta lëmë të qëndroj, se kjo është sallatë e ftohtë. Edhe kur qëndron merë... Akoma edhe më shumë shije, po, e vërtet. Edhe salatra duhet i keni në ujë, do me thënë t'jenë të freskëta. Pra një miks të sallatave të ndryshme. Jam e sigurt që është një pjatë shumë e shëndetshme, që ndër të tjera mund të jetë dhe një zgjidhje për vaktin e darkës. Sigurisht jo ky tasti i mbushur kështu plot, por nëse nuk dini të konsumoni çfarë të përgatisni për këto vaktet, nuk duam të ham shumë. Lezetin më mirë, këtë do na thotë Ani, si duket më lezetshëm. Do ta shohim edhe në ekran bashkë me ata që po na ndjekin nga shtëpitë e tyre. Vegani ka mbetur, shumë bukur duket. Atëherë të kryejmë vetëm pak hapësirë edhe për recetët e tjera. Nuk e di nëse Anvisa në shikojnë tani nga shtëpi, shiko se sa mirë tani na e lidhi salca që neve përgatitëm dhe hodhëm. Shiko se sa u ajkosën fasulet. Ja, këto janë fasulet ajkosura. Fasulet më të mira që mund të bëni. Përveç se sallatave, edhe mënyra e përgatitjes së fasuleve në këtë mënyrë do t'ju lëj, do me thënë, shumë të kënaqura. Edhe shumë shpejt u bën gati, si që pat konë se sa ishte këtu tek ne. Pakës majdanoz, apo nuk ishte për këtë pjatër majdanoz? Në në gjik do doja këtu dhe uthull. Po, vaj ulliri pa tjetër që i shkon. Vaj ulliri. Dhe kuskusi, receta më e shpejt e përgatitur sot, e kemi bërë që në fillim, tani do të zbulojmë, për ju që ju humbisni, kujtoj gjithmonë se mund të na rigjeni në dy kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24 ose Villa 24, për gjithçka që humbisni gjatë kohës së gatimit, se gatimi do pak vëmendje për të ndjekur, se një moment t'ju kaloj, mund të harroni një përbërës pashtuar, apo një këshill që Katerina na sjell gjithmonë gjatë kohës që na sjell gatimet. I shkrifët. I shkrifët. Edhe trazojmë edhe koprën, do me thënë që të hyjë në brëndësi. Edhe e shkrifërojmë para se ta servim. Tash që me njerë sa hedhim ujin, duhet që ta lëmë që të
mbuluar me kapak. E nxjerrim direkt nga vatra e sobës. Shumë mirë. Atëherë e hedhim në pjatë dhe sot kemi gatuar për 2 ditë. Jo që ky kuskusi nuk shkonde me fasulet. Pak fasule sipër, si një pilaf, po. Ja, kështu. Edhe pak. Ta bëjmë me maj. Këti duhet të shkëputemi tani dhe me një herë për të përshëndetur zonja dhe zotrin që na kanë ndjekur dhe për t'ju lënë me një pamje të fundit të pjatave plot ngjyra dhe shije që Katerina zgjodhi të sillte në këndin e gatimit sot, duke të thënë edhe ty të lumshënduar. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë në këtë emision si çdo ditë bashkë. Faleminderit dhe ju të dashur anëvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina miropafshim. Kalofshi një ditë sa më të bukur dhe ju bëft mirë. Mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja në mënyrë se si ne përgatitëm, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Miropafshim, ju dua shumë. Këto ishin gatimet për sot, ndahemi.